Përshëndetje miq, përsëri jemi bashkë me recetën e radhës. Sot do ju prezantoj një kek me boronica, një kek që përgatitet shumë shpejt me përbërës të thjeshtë. Koha e përgatitjes mund të jetë vetëm 10 minuta, por ajo që i merr pak më shumë kohë mund të jetë vetëm pjekja. Këtë kek mund ta shoqëroni në mbrëmje me çaj apo në mëngjes me kafe, ka një shije super fantastike dhe mund të them që është receta më e pëlqyer tek Instagrami im. Fillimisht për të përgatitur këtë kek në një enë të thellë shtojmë 4 vezë. Tek vezët shtojmë një gotë sheqer dhe i rrahim për disa minuta derisa sheqeri të shkrihet. Shtojmë një gotë qumësht, 3 lugë gjelle të mbushura plot kos. Shtojmë 2 gota miell, pra gotat e jenë të njëjta. Tek mielli shtojmë një pak ullur pjekje. Përbërësit e ngurtë i bashkojmë dhe i hedhim gradualisht tek brumi. I përzim mirë derisa të tretet gjithsej masa e miellit. Pastaj kallëpin ku do e pjekim kekun, e mbulojmë me letër pjekje, por fillimisht i japim formën në këtë mënyrë. Brumin e fituar e kalojmë në kallëp. Pastaj në një pjatë shtojmë 100 gram manafera të ngrira apo boronica të ngrira, cilado që ju i keni në shtëpi. Tek frutat e ngrira shtojmë 1 lugë miell. Mielli në këtë rast shërben që frutat të ruajnë formën edhe gjatë pjekjes. Frutat i kalojmë tek brumi. I përzijmë në këtë mënyrë që edhe frutat pak t'i fusin për brenda. Unë kam shtuar dhe 50 gram boronica të kuqe të thata, por në qoftë se nuk i keni mund të shtoni rrush të thatë. Pra ka që merr kohë përgatitja e këtij keku. Pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 45 minuta, apo varësisht edhe nga furra që e keni mund ta kontrolloni kohë pas kohe. Unë them që derisa të zihet çaj, edhe keku është i gatshëm. Pra kjo ishte receta për sot, uroj të jetë edhe e pëlqyeshme për ju. Miru takofshim me receta të radhës.